Gjithmonë kur isha i vogël mbaj mend maman time se si kthehej nga mbledhjet që në atë kohë quhej Këshilli Popullor, ku e thërisin dhe madje njëri i afërt i kujtonte që kishte vllajën spaqe, domethënë dhe që fëmijët e saj nuk do të shkonin në shkollë. Dhe gjithmonë mbaja mend i vogël pamjen e fytyrës mamas time kur kthehej nga mbledhjet e tilla. Kam vetëm një fjalë që e përshkruan atë, me it. Nëse ne i gënjejmë fëmijët për të shkuar, për të ardhmen, për miq, për armiq, për shumë të vërteta dhe të pavërteta, atëherë si mund të kërkojmë pastaj të bëhen mirë për këtë vend, në më të kujtë. A ka ndonjë moment ose ndonjë histori të veçantë që ju ka prekur vërtet edhe juve emocionalisht në një nivel pak më të thellë se sa thjesht si studiues? Për ju të gjithë, për shembull, mund të ketë një personazh shumë dashur, Metru Shkuteri, ka ndesh ta varrosin të gjallë. Dhe ka qelluar që komandanti ishte një lexues dhe një fan si Metru Shkuterit që e ka liruar nga një veprim i tillë. Fatkeqësisht, domethënë, ajo që kam parë unë është që edhe antikomunizmi është bërë me gjuhën e komunizmit, për shkak se e njëjta kulturë ka ardhur. Në këtë episod të podcastit Apostrof kam kënaqësinë të kem të ftuar studiuesin dhe kritikun letrar Agim Baçi. Do të përqendrohemi në një bisedë kryesisht për krimet dhe pasojat e komunizmit. Agim, mirë se erdhe në Apostrof. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Për ata që mund mos janë shumë të informuar, ju dhe jeni marrë për një kohë të gjatë me studimin e krimeve dhe pasojave të komunizmit dhe jeni edhe pjesë e institutit që merret me këtë gjë. Mund të na tregoni pak cili është misioni i këtij instituti dhe si duket një ditë e zakonshme pune për ju? Për shumë vitesh në media kam shkruar dhe kam shkruar shumë për lidhje me raport me diktaturën, me krimet e komunizmit, me dëshmit janë dhënë, domethënë me pasojat. Her pas here në publik kam debatuar me njerëz të ndryshëm pse është e nevojshme të rikthehemi të shkuarës, pse duhet ta studiojmë të shkuarën, pse kemi nevojë të nxjerrim dritë ato që kanë ndodhur krimet e shkuarës. Dhe prej një viti jam bërë të pjesë duke drejtuar studimeve në Institutin për krimet dhe pasojat e komunizmit, ku duket sikur i kam dhënë formë asaj rrjedhë ngjarjesh që unë kam ndjekur, kam dashur ta nxjerr më pa, domethënë kam shkruar për to dhe një lloj amaneti për të nxjerr më pa të shkuarën. Dhe instituti është ai që jep një format edhe më zyrtar, edhe më të drejtë për drejt lidhur me atë çfarë duhet ja publikut, edhe me përkujdesin që duhet ketë në raport jo vetëm me mbledhjen e dëshmive, por edhe me këmbguljen që e shkuara në diktaturë të pasqyrohet në librat shkollor, domethënë, edhe mund të them që është një punë që të jep një lloj satisfaksioni, edhe pse ka dhimbje, edhe pse ka domethënë atë raportin që do të ndeshesh me situata që edhe pse i di prap kur i lexon, domethënë tronditesh, prap të jep atë kënaqësinë që ti po kontribon për një gjë që çdo shoqëri ka nevojë ta njohë, domethënë, që është e shkuara. Çfarë ju ka shtyrë fillimisht që të merreni me këtë gjë, dhe qoftë në media dhe më pas edhe si pjesë e ISKK? Unë jam rritur në një familje ku domethënë daja im, vllai mamas time ka qenë spaq i dënuar për politikë, ku përgjithsisht kam qenë një familje që ka qenë shumë e distancuar nga partia, domethënë për shkak të bindjeve që kishte gjyshi im që e njihte se çfarë ishte komunizmi dhe e kishte studiuar i ri, domethënë këtë gjë dhe i mbajti larg të qenurit me partinë me këto tjerë dhe gjithmonë kur isha i vogël mbaj mend maman time se si kthehej nga mbledhjet që në atë kohë quhej Këshilli Popullor, ku e thërisin dhe madje njëri i afërt, domethënë i familjar, domethënë i fisit të afërt, i kujtonte që kishte vllajën spaqe, domethënë dhe që fëmijët e saj nuk do të shkonin në shkollë. Dhe gjithmonë mbaja mend i vogël pamjen e fytyrës mamas time kur kthehej nga mbledhjet e tilla. Kam vetëm një fjalë që e përshkruan atë, me it. Një gjë që më thënë gati e vdekur si pamje dhe ajo pamje më shkëmbulitu thellë, domethënë dhe që në vitin 90 e kam patur një lloj misioni brenda vetes time që për të shkuarën duhet flasim sepse kemi nevojë, domethënë pse ato që ka treguar historia që çdo kom që nuk di të shkuarën e vet mund të gabojë kollaj. Të periudhën e viteve të fundit duket sikur po përsëriten disa momente negative të historisë. E kanë fjalën polarizimi i shoqërisë, domethënë edhe në vende që kanë patur demokraci të konsoliduara, duket sikur shoqëria po bëhet më e polarizuar, më e fragmentuar, po shkon drejt ekstremeve sërish. A qëndron kjo, domethënë që a mësojmë ne nga historia vërtet apo thjesht nuk kemi mësuar? Prandaj jemi këtu. Fatkeqësisht, domethënë, ajo që kam parë unë është që
edhe antikomunizmi është bërë me gjuhën e komunizmit, për shkak se e njëjta kulturë ka ardhur. Kanë qenë kundër, por kanë vepruar në mënyrë tillë që jo për të zbardhur pasoja, jo për të zbardhur të shkuarën, jo për të shkuar drejt një shoqërie që ka nevojë që të ketë të penduar dhe falës, edhe ne jemi fatkeqësisht në shoqëri të rralla në botë që kalojmë një diktaturë shumë të madhe dhe nuk kemi as penduar as falës, sepse nuk u dham të mundsinë, sepse funksionon një slogan që solli pasoja shumë negative, bashkëfetore dhe bashkëvuajtës, dhe jemi këtu, domethënë, në këtë pikë që e shkuara nuk na dha leksione, sepse nuk e lexuam si duhet, e lexuam shumë keq, nuk e hapëm si duhet dosjet, nuk e lexuam drejt të shkuarën, nuk patëm një reflektim të fortë. Dhe simbolika, gjuha, historia e diktaturës ose e gjuhës, domethënë komuniste, mbetin fuqi pavarësisht se u ndryshua sistemi. Ju keni shpenzuar dhe vazhdojnë të shpenzoni goxha kohë duke dëgjuar dhe studiuar historitë e atyre që kanë vuajtur në diktaturë. A ka, dhe sigurisht janë të gjitha shumë të dhimbshme, por a ka ndonjë moment ose ndonjë histori të veçantë që ju ka prekur vërtet edhe juve emocionalisht? Në një nivel pak më të thellë se sa thjesht si studiues? Ka patur ngjarje të tilla që kur i ndesh, domethënë të mbeten në mendje gjatë, domethënë kam patur biseda me Uran Kostrecin dikur, kam patur biseda natyrisht domethënë me të afërt fëmijët, por kam patur biseda me Lubonjën, kam patur biseda me ishte dënuar të tjerë, në cilët i kisha shumë dëshirë të dëgjoja, por që i shtyeja që të shkruanin, dhe ka një rënqete shumë të madhe, domethënë kur mendon se çfarë mund të kenë bërë ata njerëz, domethënë gjëra që nuk të shkon mendja. Mjafton të lexosh për shembull librin e Agron Tufës kur këndonin Gjelat e tretë, ku janë një libër me tregime, por në fakt ku është e bazuar në dëshmi. Për shembull, si mund ndihesh ti sot të lexosh që gardiani detyron një djalosh 14 vjeçar që të hapi një varr dhe në fund fare ai nuk e kupton që ka hapur varrin e vet dhe pasi hap varrin e pret, domethënë dhe e varros aty. Është vështirë të zër gjumi ose të jesh i qetë ose domethënë të qëndrosh aq indiferent pasi gjen dëshmi të tilla, domethënë kaq rënqese siç ka ndodhur për shembull këtu nuk është respektuar as ligji ndërkombëtar, domethënë kur ka ndodhur që e kanë pushkatuar, nuk ka vdekur, kanë shkuar e kanë pushkatuar për zdytë, ndërkohë që ligji ndërkombëtar nuk e lejon. E kanë varur, ka shkputur litari, e kanë varur prapë, domethënë madje i kanë varur ushtarët të Kemball, dhe është Fezia Lizoti, domethënë që nga këta personazhet që njihen, domethënë është për ju të gjithë, për shembull, mund të ketë personazh shumë dashur, Metru Shkuteri. Kanë dësh ta varrosin të gjallë, dhe ka qelluar që komandanti ishte një lexues dhe një fan si Metru Shkuterit që e ka liruar nga një veprim i tillë dhe domethënë makabër që mund të jetë prapë. Nuk dua t'ju trishtoj, dua t'ju them që ne si brez kemi përgjegjësi që ju të rinjt nuk e keni parasysh historinë siç ka ndodhur. Ne nuk kemi ditur t'u themi, ne nuk kemi pasur guxim të themi shumë të vërteta. Kështu që unë nuk fajsoj brezin, unë fajsoj brezin tim që nuk mundi dot të ishe kaq i vërtetë dhe ti thoshte gjërat edhe ti fusë në shinat e duhura për ditur ne të shkuarën tonë, për të ditur ju të shkuarën tonë, sepse mendoj që nëse ne i gënjejmë fëmijët për të shkuarën, për të ardhmen, për miq, për armiq, për shumë të vërteta dhe të pavërteta, atëherë si mund të kërkojmë pastaj të bëhen mirë për këtë vend, ne mërkujt. Ne të paktën kemi detyrimin që të jemi të vërtetë me atë që ka ndodhur në këtë vend. Duket sikur ka një lloj indiferentizmi ose një lloj distancimi nga të rinjt për pjesën e të shkuarës komuniste të Shqipërisë, domethënë më fajsoj dhe veten këtu, domethënë shpesh jam aq i përfshirë në gjëra të tjera, domethënë në probleme të tjera të mia dhe nuk është se të shkon shumë mendja që të merresh apo të lexosh më tepër, të studiosh më tepër për ta. Fajin që nuk kemi ditur të vim te ju si duhet, sepse nuk është vërtet që nuk reagoni. Të rinjt në gjithë Shqipërinë që un kam takuar në momentin e parë kur mësojnë të vërteta rënqese për historitë e prindërve të tyre, gjyshëve të tyre, për atë që ndalohej, për atë që domethënë nuk i lejohej, reagojnë, nuk janë kaq indiferent. Pra, në moment që ti u aqon të vërtetën përballë dhe u tregon të vërteta që kanë ndodhur, nuk janë indiferent. Kështu që është kollaj ti fajsosh të rinj, por unë mendoj që më shumë duhet të shikojmë çfarë nuk kemi bërë dhe po të kemi parasysh se nga sa shumë gjëra janë sulmuar të rinj sot dhe ne jemi kaq pak prezent për të shkuarën, unë mendoj që
nuk do ishim të drejtë po t'i fajsonim se nuk e njohin shkuar. A ka gjëra që domethënë këta njerëz që kanë vuajtur në diktaturë, sigurisht gjëra më kryesore që kanë humbur ka qenë gjëra thelbësore, ka qenë liria, po ka dhe gjëra të tjera më të brendshme, më shpirtërore që ata kanë humbur, sepse thjesht duke e përfituar, domethënë ti humbet lirinë, por në të njëjtën kohë të merret dinjiteti, në përkëmbesh keq trajtohesh, humbet shpresën, humbet ëndrat. Ka shumë njerëz të cilët kanë jetuar në një lëkurë frike, në një lëkurë të trisht të tyre, domethënë në pafuqi për të kundërshtuar atë që ishte, por ka patur fajtor më të madh, ata që e kanë bërë me entuziazëm, ata që kanë bërë, ata që kanë tejkaluar qoftë edhe ligjet e kohës. Janë treguar më hidhtar se sa duhet për të mbajtur sistemin, sepse kanë besuar që ashtu po bëjnë më të mirën, por nuk është vetëm kështu. Kanë dashur të përfitojnë nga kjo gjë. Janë treguar më të zgjedhshëm se ç'duhet. Dhe në këtë pjesë ne nuk mund të jemi kaq tolerantë të themi që thjesht ashtu ishte koha. Ka patur shumë njerëz që ashtu ishte koha, por kanë ditur të qëndrojnë njerëz, të qëndrojnë vërtet. Kanë kafshuar gjuhën, kanë ditur të heshtin, kanë ditur të shmangin të paktën denoncimin për tjetrin, spionimin për tjetrin, të mos firmosin gjëra kotin, domethënë e kanë bërë këtë, e kanë bërë me kuraj, e kanë bërë me guxim, pra ka patur gjithmonë njerëz që kanë ditur ta shohin veten sy, domethënë dhe ta shmangin atë të keqen ose të paktën mos bëhen zëdhit të keqes. Po të bëjmë pyetje për shembull, a e dini ju që ka një libër është botuar disa kohë më parë, ka botuar ish drejtori Agron Tufa dhe drejtori aktual Çelo Hoxha, domethënë libër lidhur me të vërtetat e luftës edhe shumë që shumë pak veta shqiptarë dinë që në luftë partizanët kanë vrarë më shumë shqiptarë se që kanë vrarë ushtrit pushtues. Dhe politika, zakonisht politika më që ka pas narrativ, domethënë në luftën, bëri gjithçka që kjo domethënë të shmanget e vërteta e asaj kohe. Pra, kanë ndërtuar gënjeshtërën kaq fort sa duket sikur njerëzit s'kan pas asnjë lloj mundësie. Ato që Ana Arendi quhen banalitete të keqes, sikur njerëzit domethënë duan thjesht zbatova ligjin, ashtu ishte koha, por nuk është kështu. Njeriu ka nevojë, domethënë dhe ka të drejtë të shohë vetveten në sy se çfarë mund të shmangte dhe çfarë mund bënte më mirë. Fundit duhet të kuptojmë një gjë. Diktaturat qëndrojnë dhe diktatorët qëndrojnë aty për sa kohë ne i do ndërkasim. Unë kam të vështirë të imagjinoj se kam jetuar atë kohë, por këtë pjesën e spionimit që ndodhte edhe brenda familjes dhe brenda shtëpisë ndonjëherë. A vinte kjo thjesht sepse këta njerëz besonin kaq shumë tek diktatori dhe te diktatura dhe te komunizmi, apo kishte diçka tjetër? Domethënë e kam realisht të vështirë të imagjinoj. Sidomos pas vitit 67, ku u prishën kisha xhamia, ku e fetmja fe ishte partia, domethënë, ku ti mendoje që ai kishte drejt dhe nga trishtimet e mëdha që kam lexuar më parë, ka qenë një dëshmi në librin e Kurt Kolës, ku tregohet në një familje, babai dhe mamaja po flasin, është darkë vonë dhe dëgjon një zhurmë. Dhe kur shikojnë, është poshtë tavolinës e Pia, që është klas 8, klas 7 ose klas 8, dhe më mban shënim sepse zysha në shkollë i ka thënë që duhet ta gjejmë armikun dhe brenda familjes. Pra, mënyra se si ata bën partinë më të rëndësishme, pse? Sepse nëse familja është e shëndosh, nëse do kishte besim në Zot, nëse kish familje, ti e ke të vështirë të kthyesh. Dhe ai lloj pushteti tenton që të ndaj vllajin me vllajin, vllajin me motrën, gruan me burrin, domethënë babën me nënën, dhe sepse kështu garanton pushtetin e vet, që njerëzit mos kenë atë lidhjen e fortë. Prandaj dhe ka qenë kjo që burri spinon të gruan, apo gruaja burrin, apo vllai motrën, apo motra vllajin, duke futur në këtë lloj pike, duke bërë partinë më të rëndësishme se sa lidhja, dhe nuk është shumë, por do të mjafton edhe 2-3 raste për të kuptuar që se ku mund shkojë natyra njerëzore kur humb orientimin e të qenurit njeri, domethënë, dhe kur i jepet vetëm pas fesë pushtetit dhe nuk kupton që ka gjëra tjera njerëzore. Ndërkohë, një pjesë e atyre që kanë vuajtur gjatë diktaturës kanë zgjedhur të heshten, të mos i tregojnë ato që kanë ndodhur, ato që kanë vuajtur, nga dëshmitë me të cilat u jeni përballur. Pse heshtja është një lloj përgjigje ndaj traumave kaq të mëdha? Nuk është heshtja. Mendoj që heshtja është një mënyrë ndoshta e fshehjes së të vërtetës tyre, domethënë dhe kur e kanë kuptuar që mund të kishin bërë më shumë, kur e kanë kuptuar që janë dorëzuar shpejt, kur e kanë kuptuar që mund të kishin gjetur mekanizma për të shmangur gjërat që kanë bërë, heshtin. Por unë mendoj që ne si shoqëri pikërisht kemi dështuar këtu. T'i çonin këta njerëz në rrëfim, të rrëfenin për atë që kanë bërë.
sepse fundi fundit domethënë çdo shoqëri ka nevojë për rrëfime që edhe ata që kanë qenë të dënuar, të përsekutuar, të internuar, të kenë mundësi të falin ata që ishin pjesë e kësaj gjëje. Po kjo nuk ka ndodhur pra, tash dhe kjo është ndoshta nga metat më të mëdha në lidhje me raportin me të shkuarën në Shqipëri. Cili është reagimi i të mbijetuarve kur shohin që persona të cilët kanë qenë në pushtet gjatë diktaturës ose persona që mund të kenë qenë dhe përgjegjës direkt për vuajtjet e tyre, jo vetëm nuk janë dënuar, po vazhdojnë të ftohen për studio televizive, vazhdojnë të vlerësohen nga media, nga politika. Kjo tregon mungesën e moralit të shoqërisë. Ne duhet të kishim braktisur ata njerëz të cilët nuk kanë patur kurajën tonë të vërtetë të tyre, që nuk kanë patur kurajën të kërkojnë falje ndaj viktimave të tyre, që nuk kanë patur kurajën tonë disa të vërteta të zbardhin disa krime, që kështu mund ndihmonin paktën shoqërinë që të kuptonte sa të vërteta. Edhe kur nuk e kanë bërë këtë gjë, domethënë unë mbaj mend 2 raste, për njëri është nga domethënë shpejt ish prokurori Bedris Pahiu filloi të botonte nga viti 92 edhe pati goxha polemika, por pastaj është një rast tjetër, rasti Patos Kongolit, i cili ka bërë ëndrrën shqiptare, domethënë kështu kur dëshmon për një rast domethënë ku u është dashur të përballet me kolegin e tij në një shtëpi botuese 8 nëntore në atë kohë. Dhe shkrimtar të tjerë ju sulën domethënë dhe kur kanë folur me autorin, domethënë me zotin Kongoli, e di që ka qenë në një situatë vështirë për shkak se shumë të tjerë nuk donin që të fillonte kjo lloj hapje e shkuarës, kjo zbardhje e shkuarës, kjo thënie e vërtetave. Në kështu që unë kam mbështetur publikisht dhe kam shkruar për këtë lloj kurajo që kishte Kongoli, por kam shprehur keqardhje për atë mungesë kurajo që kishin shumë shkrimtarë të tjerë, të cilët ndoshta do të ishin ata që do dëshmonin për proceset pafund, po të kemi parasysh se sa e sulmuara ka qenë lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve, domethënë kino studio, televizioni, dhe ata kanë qenë njerëz të cilët kanë patur detyrë të fortë për të zbardhur të shkuarën, por nuk e kanë bërë. Ju ka ndodhur që gjatë punës tuaj të përballeni edhe me, po themi, me palën tjetër, me ata që kanë qenë persekutor apo prokuror apo njerëz të pushtetit komunist, ndoshta në biseda personale, domethënë off record, si është sjellja e tyre, domethënë në lidhje me atë çfarë kanë bërë. Vazhdojnë të ruajnë fanatizëm. Nuk ka pendes, nuk ka dëshmi, nuk ka votim, domethënë ka patur tendencë për të manipuluar madje domethënë historinë, dhe kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Nuk kanë guxuar të thonë të vërtetat e tyre, domethënë për ato që kanë bërë, dhe kjo është një nga ato mangësitë e mëdha që na ndëshkon ne si shoqëri, mungesa e moralit për të thënë vërtetat e shkuarës. Përpara disa kohësh më po shihja një dokumentar që është dhe i njohur në lidhje me pasardhësit e zyrtarëve nazistë, oficerëve nazistë dhe vetë pasardhësit e këtyre që kishin qenë, po themi, persekutor dhe vrasës gjatë regjimit nazist, vuanin një lloj traume nga ajo që kishin bërë prindrit apo dhe gjyshrit e tyre, ndërkohë që ndjen një lloj turprimi. Unë nuk jam për këtë, domethënë, por kur thuhet e vërteta shërim, më shumë ndihesh kur ti mund të kesh një të afërm që ka bërë krime dhe nuk ka guxuar të thotë vërtetat. Dhe fatkeqësisht ata kanë bërë një heshtje të përbashkët shumë prej tyre dhe kanë vijuar me kurajë të mbrojnë krimet e dikurshme, domethënë kanë lexuar, kanë patur raste për shembull më kujtohet edhe mbiemri Çaushi, që shkruante që shteti kishte drejtë që vrau 2 poetët nga Librazhi, të cilët domethënë thoshte kanë drejtë sepse kanë sabotuar, ndërkohë që ajo dihet fare mirë që ishte një sajes e kohës, domethënë për 2 poetët, domethënë, dhe kjo është të tmerrshme, domethënë si mund të guxosh edhe mbas 20 vjetësh, edhe mbas 25 vjetësh, se këtë pyetje kanë bërë. Si ka mundësi që edhe pasi ke lexuar me dëshmi se si është orientuar ky lloj krimi, dhe mos kesh kurajën për të ndryshuar, për të reflektuar. Ndërkohë kam dëgjuar nga disa rrëfime në media dhe në disa dokumentar aq sa janë realizuar me të mbijetuarit e diktaturës, dhe të mbijetuarit e burgjeve, ku thonë se një nga gjërat më të vështira që kanë përjetuar është pikërisht kjo që askush nuk është bërë përgjegjës për vuajtjet e tyre më vonë. Jam kurioz se disa i prek vetë ata, po edhe pasardhësit e tyre dhe familjarët e tyre kjo gjë, domethënë. Fatkeqësisht që pas vitit 90, domethënë jemi vitin 2025, gati 35 vite, domethënë nga 91, 34 vite që kemi ndryshim të madh, ka pas mundësi domethënë të thonë, fatkeqësisht nuk e thonë. Dhe kështu që ishte internuar në burgosë politik, të dënuar,
apo familjarët atyre që janë përshkatuar pa gjyqje apo me palo gjyqje, ndjen të fyer, të poshtruar disa herë më shumë kur kam parë që ata që prodhuan vujtjet, domethënë, kanë vazhduar të jenë të lirë, edhe kanë vazhduar madje edhe të shkruajnë, të shkojnë kujtime, të japin mend, domethënë, të jenë pjesë e politikës, të jenë pjesë e sferës publike, pa asnjë ndjesë. Kjo është t'i vrasësh sërish. Ata dhe pasardhësit e tyre. Domethënë, kjo është turpi ynë. Është turpi ynë si shoqëri, sepse një shoqëri që nuk reflekton për të keqen, domethënë, vazhdon ta ketë keqen pjesë të përditshmërisë vet. Dhe prandaj dhe jemi në këtë situatë që nuk na bën përshtypje ndoshta likësia e keqja, shkelja e ligjit, vjedhja, sepse vetë ai sistem e çoj shoqërinë në mënyrë tillë që të bëj të largohet çdo lloj morali dhe çdo lloj qëndrimi moral. Çfarë ju jep forcë këtyre njerëzve për të vazhduar normalisht jetën e tyre, domethënë për të kujdesur për familjet e tyre, për të punuar, për çdo gjë që bëjmë dhe ne të tjerë që nuk e kemi vuajtur diktaturën. Zhgënjimi i parë, për fjala që është dokumentuar, ka qenë i familjes Popa, që pas 5 vitesh në qëndrim në ambasadë, shkojnë në Itali dhe ndoshta nga këtu atje mendonte se do ishin heronj, po në fakt kur shkuan në një vend që liria kishte kohë, domethënë ishin njerëz të zakonshëm dhe mësuan një zhgënjim. Kështu mund të jenë zhgënjur edhe shumë nga përndekur që kanë pritur që ndaj tyre të ketë një lloj mënyre tjetër komunikimi zyrtar, shoqëror, kulturor. Fatkeqësisht nuk e kemi bërë, por një pjesë e mirë atyre kanë ditur të mbijetojnë, sepse kur kanë mbijetuar në burgje në internime, domethënë në liri e kanë pasur shumë më tetë se sa mbijetojnë. Ai vetëm gjë që ato ndoshta se kanë ngabërcyer është mungesa faljes, domethënë dhe cinizmi i atyre që bën krime, që të vazhdojnë të jenë jo vetëm të lirë, po dhe të krenohen me të lloj. Si është për ju personalisht ti mbartni këto histori? Për të kuptuar se deri ku mund shkojnë natyra njerëzore. Pse është e rëndësishme e shkuara? Pikërisht për të kuptuar që qenia njerëzore mund të shkojnë në të pikë dhe mund të gjejë justifikime pafund, por ne kemi si detyrë si shoqëri që të ndërtojmë të tilla baza morale që kjo likësi mos të marrë qytetari, mos të bëhet njeriu që edhe ta bëhet të ndjetë krenar për atë. Dhe raporti me të shkuarën them që nuk është thjesht për të lexuar një dhimbje, për të lexuar natyrën njerëzore se deri ku mund të shkojë për shkak të devijimit nga vetvetja, nga pushteti, nga çdo rrethana tjetër, nga interesat dhe në kurrizën të njerëzve të tjerë. Kështu që besoj se gjithë kemi detyrim për të shkuarën dhe ISKK bën një punë mund të them deri më sot të rëndësishme, ndoshta për shkak se ka qenë jo shumë e mbështetur nga institucionet tjera, nuk ka arritur aty ku duhet që tekstet shkollore të reflektojnë të dhe dëshmisht e këto gjëra, por mendoj që ka një kontribut sepse fund fare ka dëshmuar në jo pak libra, në jo pak studime që natyrën kriminale të diktaturës. Si u bën të ndjeni gjendja e Europës po dhe e botës sot, domethënë duket sikur çdo javë ndodh një konflikt i ri, nga një luftë e re, domethënë ka fuqizime të ekstremeve. Duket sikur po shkojmë drejt një lloj autoritarizmi dhe drejt luftës prap. Konfliktet janë një lloj mënyre që politika dhe ata të cilët dominojnë e kanë natyrë politike. Ne si shoqëri duhet të gjejmë ato që është e drejtë dhe e rëndësishme për ne. Mund të themi bashkërisht sot, pavarësisht se ndryshojmë si brez, që paqja është më e mirë. Por ama nëse nesër shqiptarët e Kosovës do janë përballë serbëve, secilit për ne vjen pyetja, domethënë, do ta marrë armën, do shkojnë në luftë. Pra, asnjëherë njeriu nuk i di se çfarë merr prioritet tek ai, domethënë, për të vepruar. Domethënë merr gjua, gjinia, ngjyra, ndjesia kombëtare. Domethënë, njeriu ju sugjeroj të lexoni, është një shkrimtar dhe filozof franko-libanez, Amin Malouf, ai ka një libër Identitete vrastare ku fakt ka përshkruar shumë mirë se si njeriu në kohë të ndryshme merr, domethënë prioritete të ndryshme brenda vetes. Dhe unë mendoj që unë bëra një pyetje, ndoshta s'ka shkuar mendja, por shumë shqiptarëve mund të jenë përballë një pyetje të tillë, domethënë, çfarë do bënin, po të ishte përballë nevojës për të luftuar bashkë me një pjesë të shqiptarëve. Do luftonin apo do rinin në shtëpi? Kam pak vështirë për të përgjigjur, domethënë. Kush e ka të lehtë? Nuk mund të them, domethënë do ishim naiv, do ishim pa vërtet nëse do themi që e kemi të lehtë. Por ama di një gjë, që këtë pyetje do ta bënim. Pavarësisht se si do përgjigjeshim.
Mira, Gjimon, të falenderoj që ishe pjesë e apostrof. Faleminderit juve, domethënë apostrofi është diçka që të jep atë enigmën se cila gërm po ndan fjalën dhe është pyetje, është diçka që përbashkon, ndan fjalën. Unë mendoj që kemi folur për ca gjëra që na bashkojnë, domethënë dhe sidomos ajo që na bashkon është e shkuara si nevojë, si domosdoshmëri, si detyrim për ditur se ku do shkojmë. Pa i kthyer përgjigje se ku kemi qenë, kemi vështirë shumë të kemi përgjigjen e duhur ku do shkojmë. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.